është një temë për të cilën është mirë shumë herë me fol. Dhe el mu'minune nasaha wal munafiqune ghashasha. Muslimani për muslimanin e këshillon, e vëdifson, e respekton, e mbron. Munafiku për munafikun ja bën rrafsh. I thot mirë e ki, veç vazhdo. Dhe këtu është problemi kryesor kur ne çalojmë si njerëz. Nëse i thu direkt t'i dhnohet. Nëse i thu me këshillu ta merr inati. Nëse ja bën rrafsh, bën mik, pastaj mas një kohë kalon në armik, dhe në këtë pozicion njeriu është me një periudhë shumë të keqe që do të me ditë se qysh me këshillu tjetrin. Allahu xhaleshanuhu kur e ka urdhnu Musën a.s. dhe Harunin me shku te Firauni, ka thonë shkoni dhe thuni fjalën qulu lahu qawlan layyina, fjalë buta. Kujna Firaunit. Edhe ne kur të këshillon dikush nuk është mirë me të këshillu me vrull. Sepse nuk jem Firauni unë. Po dhe ti Musa nuk je. Edhe ti mundesh mos me këshillu që është duhet, po dhe unë muj mos të pranu, sepse njerëz jemi prap. Dhe kemi pa që ne pas çdo namazit thojmë shumë herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dhe të në kohën duhet me jetu njeriu me këtë fjali. O fjalia ma e mira. Nuk ka fjali në rruzull të kësur që është ma e mirë mas shahadetit. Sepse shahadetit bën musliman. Dhe fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah është iman, është akide, është besim. Të në kohën kur e thu këtë fjalë, dëshmon se je musliman. Dëshmon se je larg idhujve, putave, besimeve të kota. Je larg shejtanit, je afër Rahmanit, afër Zotit Dhul Xhelal. Dhe njerëzit duhet me thanë këtë fjalë shumë herë. Allahu Dhul Xhelal thot në Kur'an: "Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilu as-samaa alaykum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Kush e përdor këtë fjalë shumë herë, astaghfirullah, 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 Allah il shashi, Allah il shabereqet, Allah i qenë evlad, Allah i qenë të mira. Mirë, po kur të thur këtë fjalë astaghfirullah, duhet me thanë me zemër, me kuptim. Kërkoj faljet prej teje, o Allah, falum, o Zot, falum. Edhe nëse s'ke pa gjunaj me kërku falje, kur pejgamberi jonë është fal, edhe ju kanë ajt dy kamë të ti të ndershme, të ndryshme, po i thët Aisha radiallahu anha, ja Rasul Allah, o i dërgumi Zotit. Pse po munduesh ka shumë kur Zoti ke gjunaj ti ka fal? Pi thët e walem e kun abden shekura, a mos t'jem në rob falenderus dhe i Zotit? Qyrë mos t'je falenderujnë Allahun Dhul Xhelal? Plësoni safat. Plësoni safat me ku, gjemat. Plësoni se tani po ka vend, njerëz po jesin njerëz. Plësoni me ku. Dhe, a mos t'jem në rob falenderus? Ne do të me qenë rob falenderus dhe Allahun Dhul Xhelal. Me madhru Zotin Xhelal Xhelaluhu për gjitha të mira që ne ka dhuru. Nuk ka të mira që Zoti nuk ne ka dhuru. Me bom janizmi numru, që është Allah i Dhul Xhelal në Kur'an e ka regjistru, dhe atje neve na u ka drejtu, në përbe pejgamberit alayhis salam ne ka sqaru, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Me bom menja me të shkut, mirat e Zotit mi listu, e ato më mujt me i përmen, e me i numru, këtë kuha, këtë ko me të shku, se në fund s'kemi mujt me kalu. Se unë e gjanë në fund. Tregohet një si rast, nuk është hadith, që një njeri Allahu Dhul Xhelal, kur ka dash me fut në xhenet, ka thonë fut në melaqe në xhenet këtë njeri. Po thot po bi ameli, me punët e mia. Allah i Dhul Xhelal thot kthene. Çka ke punu? Thot ju më falë 70 vjet. Ku ma gjeru 70 vjet. Ku mba qita kështu, ku mba kështu, krej që të ibadete Allahu Dhul Xhelal, e merja qëtë me njënën anë peshorës, edhe vish sytë e ti, të pamërit e ti që ja ka dhuru në anën tjetër, këtë ja ka mujtë. Po të Allah a bën tash me rahmetin tënë, e jo me punët e mija, me drejtsin tënë. Sepse me drejtsin Allahu Dhul Xhelal, është problem njeriu me kalu xhenetin, me hinë xhenet. Shumë problem. Ta ka thonë edhe pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, thot se cili njeri do të futet në xhenet me rahmetin e Allahut Dhul Xhelal, thon as ti thot as unë. As pejgamberi, as pejgamberi. Arsyeja vetme shumë të mira Zoti ka dhuru. Ti para mendon me marr ka ana shumë shkencore. Ka vënë edhe në katin e dytë xhamat, ka vënë në katin e dytë, gjithë nuk ka dalë Zoti ju. Hini mbrana gjithë në katin e dytë.
Nëse marrëm një krijesë të Allahit dhul xhelal që është uji, nuk ka ngjyrë, shumicën e raste, nuk ka ngjyrë, është ngjyrë përzine. Nuk ka shije uji. Nuk ka shije. Dhe te uji me ba me pas shije, me kanë uji amel. Uji që e pim na. A thu krejt të pemë që ishin ujit, a o dash me dalë tëmla? Me ba me kanë ujit tharët. Krejt të pemë me grunije, me misër, me krejt të qa ujiten, a do të me dalë tani qatë furë? Me ba me pas në gjyrë ujin, qëta ujin që e pim na, me ba me pas në gjyrë, a i kur prishet e kur ndodha e të tërëzanër, po folim uj normal. Me ba me kanë uj i kuq, krejt pemë kanë me dalë të kuqe. Me ka i verdë, krejt pemë të verdë. Edhe qysh kështë mujtë mu i shqy, qysh kështë mujtë me jetu, qysh kështë mujtë me te i kalu në jetën, s'kështë mujtë. Allahu dhul xhelal e ka kriju klimen, e ka kriju formen, e ka nështru krejt këtë gjithësi që njeriu me ka një nështru ndaj Allahit dhul xhelal. Te merë lotin, edhe merë edhe te veshi, po dhe te pështyma, Zoti ju nderu. E ke pa loti është i gjelët. Sikur mos të ishte loti kështu, ishte tha syni. Është mbrojt për synin. Se s'lot të syni, është thahet do të me qitë pikat lotit për me mirëmbaj. Veshe nëse nuk e ka atë materialin e vetë brenda, nuk ka mundësi me hi dikush me të sulmu edhe pse është shumë i keq. Por nuk ka dikush mundësi me hi në vesh se që ajo mbrojtje. Dhe nëse e merë pështymen, këtë shijet i dallon. Po sikur mos të shka me dallu shijet, me gjuhë, me gojë, a kështë mujtë me hangër, e mere kërkën nuk bënë e gjuhë. E mere kërkën shumë e shishme ta peha. Allahu dhul xhelal e ka bë këtë format. Këtë njeri e ka kriju Zoti, mas ti njeriu dhe kësaj gjithësie dhe kësaj galaksie është një krijues që ka emrin Allah dhul xhelal. Dhe nuk ka asnjë gjë e cila është kriju hajt çatu për çatu. Hajt pa kur gjohet. Nuk ka asnjë që s'është kriju. Tregohet që një njeri i pasur, një njeri shumë i ngritur, po e shef një bub, një insekt, që i thojnë arabisht khunfus, gjuhën shqipe pashallahin, ka do kam zeza, si bubazhela, po qysh mi thonë të qysh, në gjuhën kështu shkencës nuk po më kujtohet, edhe po e shef atë bubresin të shku, që atë buben, edhe pe gjuhën, me diçka. Thote, qëke që ju ka dash Zotit që ka kriju? Qita që ju ka dash Zotit? Hajde mu e hanën e djelën e taj, ama qëke që ju ka dash Allah dhul xhelal? Helmohet kama, shkon të doktori, dojnë mja operu kamen, dojnë mja këput kamen komplet, amputimi ba, po i thot dikush që është një doktor diku në shkretin atje. Kur shkon të ajë doktori merë e qanë, aty ku është ajë shumë, edhe merë një qësi bube edhe e fut mrenë aty. Dhe që kjo që e pastron tani atë kelbin e atë infekcionit të cilën e ka marrë. E qka për i ka dash Zotit, me kriju këtë bub, kamen tani me ta shëru, mos me ta ru me ta këput. Nuk mund është mi thonë Allahu dhul xhelal, sepse është ajeti Kuranit, Zoti dhul xhelal nuk pytet për leve, Zoti na pyet neve. Shumë herë ne kemi gabu edhe në fe, kemi gabu edhe në besim edhe në akide. Zoti pse ka bë kështu, Zoti pse ka leju këta. Se cilin sen Allahu dhul xhelal që ka bë ka hikmet, ka urësi, po ti nuk e di. Pse nuk e di, nuk e arrit me lexu, s'ke arrit me kuptu, nuk e arrit me zbulu. Atëherë edhe mundesh edhe me fol gabim. Nuk ka asnjë gjë që është pa qëllim. Atëherë nëse ti si kupton qëllimin e Allahut që ka kriju, atë ti je pa qëllim. Se ti s'ke qëllim jetën tonë. Merreni drejtim. Nëse don që Allahu dhul xhelal ty edhe me të ngrit, sepse Allahu xhashanu e ngrit njeriu, edhe ngrit robën e tij kur ai lexon. Thot Allahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu xhashanuhu i ngrit ata njerëz të cilët mësojnë, lexojnë, studiojnë, shkollohen, ngrit Allahu xhashanuhu. Nuk janë barabartë, ka thënë Allahu dhul xhelal në Kur'an, kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Ai janë barabartë ata të cilët dinë dhe ata që nuk dinë, nuk janë barabartë. Secili ai që din është më i lartë. Kur ka qenë pejgamberi një herë ulur me sahabët dhe po e pyesin një prej sahabëve pejgamberit alayhis salam që ka qenë edhe axha i pejgamberit alayhis salam. Abbasin po e pyesin, po i thonë, o Abbas, a më i madh je ti a pejgamberi? Thot vallahi, thot pejgamberi thot kalin, thot para unë kam lit para pejgamberit, a pejgamberi më i madh se. Do thot ai që Allahu dhul xhelal e ngrit me ilm, me Kur'an, me dije, me këto gjëra, Allahu xhelal shanu e ngrit lart.
Atë që s'ka dituri shumë, nuk do me thonë që është i nënçmuar dhe i largun. Jo, po i shkolluni ka pak dallim. Dash mjeksi, dash hoxhollak, dash shkollë, dash ku dush, Allahu xhele xhelalu dhe xhele shanu i ngrit ata të cilët din më shumë se ata të cilët nuk janë shkolluar. Gjithu lart xhamat, gjithu lart. Inshallah Zoti na i forcon zemrat tona, inshallah Zoti na i pastron zemrat tona, na i rrit imanin tonë, na i bashkon punët e hajrit, na i pranon ato ja Rabbi, Zoti ma që po lutna, çysh na këtu bën këtë xhamin ato bën xhenetin ton Firdaus.